faleminderit që keni nga kohë të qenë në këtë konferencë tonë të shtunë, e cila konferencë do t'i dedikohet disa fenomene mjaft negative në procesin zgjedhor. Këtu me mua është aktivisti Valdrin Ahmeti, njëherë është drejtuesi i Departamentit Mbrojtjes Votës, i cili fillimisht para jush do të paraqet këtë fenomenin që ka ndodhur në këtë proces zgjedhor, do të ta përshkruaj komun për komun, dhe pastaj do të kemi mundësi me bërë një diskutim bashkërisht për këtë që ne do ta denoncojmë sot. Faleminderit gjithë për pjesëmarrjen. Kësaj radhe ka shumë vendvotime gjithandaj nëpër komunat e Kosovës ku ka dallim mes fletave që janë pranuar në atë vendvotim dhe fletave të cilat janë kthyer në fund të procesit zgjedhor. Kjo dogori pra paraqet manipulimin i cili është i quajtur manipulimi treni bullgar. Treni bullgar është manipulim i cili e lehtëson blerjen e votës, përmes të cilit manipulim ata të cilët i nxjerrin fletvotime jashtë, i plotësojnë ato fletvotime, ja japin personave të cilëve ja blejnë votën dhe i kërkojnë që ato fletvotime me i fut brenda, ndërsa fletvotimet e rregullta të volosura, për cilat janë pa plotësuara me nxjerr jashtë, mirë që prapë kanë i plotësuar dhe me avon dikuj tjetër. Pra gjithsesi që me një fletvotim, i cili nxirret prej vendvotimit, personi i cili është interesuar për blerje të votës, arrin që të blejë disa vota varësisht prej personave që i ka gjetur për të blerë votën në atë komunë ose në atë vendbanim të caktuar. Për këtë arsye ne kemi listu prej gjitha dhënave të cilat janë dhëna zyrtare prej KQZ-s, i kemi listu dallimet në vendvotime prej fletave që janë pranuar ato vendvotime dhe fletave që janë kthyer në ato vendvotime. Secili kryesues e ka për detyrë që pas fletvotime sa i merr në mëngjes për të filluar procesin zgjedhor, pas fletvotime t'i kthejnë në fund të ditës, pavarësisht ato fletvotime a janë kuti, apo janë papërdorura, apo janë të dëmtuara. Dhe kjo në shumë vendvotime të Kosovës nuk ka ndodhur, gjë që na bën të mendojmë që këtu ka pas blerje të votës. Unë kisha filluar me i listu të gjitha komunave me një herë, se sa ka dallime mes fletvotimeve që kanë ardhur në fillim dhe fletvotimeve që janë kthyer në fund. Secili prej jush mund me pa këtu në ekran i keni për secilin komunë, për secilin vendvotim që ka pas dallime, i keni dallimet e listuara. Shembull që me bazë të qartë, në Deçan në vendvotimin 0101C/050, në mëngjes kanë ardhur 400 fletvotime. Në fund të procesit zgjedhor kanë dalë që janë në atë vendvotim janë 383 fletvotime, që i bjen që 17 fletvotime mungojnë. Kjo i bjen që nga ai vendvotim, nga ajo klasë janë vjedh këto 17 fletvotime dhe me këto gjatë tërë ditës është blerë vota në këtë komunë ose në atë vendbanim të caktuar. Deçan për kryetar komune mungojnë 665 fletvotime nga 9 vendvotime caktuara. Në një vendvotim janë 8 fletvotime më shumë. Për kuvend komunal mungojnë 110 fletvotime nga 6 vendvotime. Në 3 vendvotime janë 40 fletvotime më shumë. Gjakov për kryetar komune mungojnë 174 fletvotime nga 5 vendvotime dhe në 7 vendvotime janë 151 fletvotime më shumë. Është shumë e rëndësishme me u theksu që në Gjakov e kemi një vendvotim ku mungojnë 80 fletvotime dhe po ashtu e kemi një vendvotim tjetër ku mungojnë edhe 49 fletvotime. Gjitha këto janë dëshmia e cila tregon që këtu ka pasur nxjerrje të fletvotimeve jashtë, të cilat fletvotime mandej i kanë shërbyer për blerje të votës. Domethënë, sa herë ka mungesë fletvotime, vjen që ka nxjerr fletvotime jashtë. Sa herë ka tepris, vjen që ka pas më shumë se sa ka pas në mëngjes. Për kuvend komunal në Gjakovë mungojnë 202 fletvotime nga 9 vendvotime dhe në 3 vendvotime janë 3 fletvotime më shumë. Në Drenas mungojnë për kryetar komune 146 fletvotime prej 6 vendvotimeve. Në 5 vendvotime janë 46 fletvotime më shumë. Për kuvend komunal mungojnë 15 fletvotime nga 5 vendvotime dhe në 3 vendvotime janë 33 fletvotime më shumë. Në Gjilan mungojnë 319 fletvotime nga 31 vendvotime për kryetar komune. Në një vendvotim janë 5 fletvotime më shumë. Ndërsa për asamble komunale mungojnë 489 fletvotime nga 40 vendvotime. Në 3 vendvotime janë 114 fletvotime më shumë. Është rëndësishme me ecik në Gjilan për asamble komunale. Në një vendvotim mungojnë 60 fletvotime, ndërsa në vendvotimin tjetër janë 58 fletvotime më shumë. Kjo na bën në dyshu që po të njëjtat vota, të cilat janë vjedhur në atë vendvotim, kanë shkuar dhe janë mbush kutijat në vendvotimin tjetër.
Në Shap mungojnë 90 fletë votime prej 1 vend votimi dhe në 5 vend votime janë 28 fletë votime më shumë, ndërsa për kuvend komunal mungojnë 20 fletë votime prej 1 vend votimi dhe në 6 vend votime janë 52 fleta më shumë. Në Istok apo Burim ka raste më të ralla, mungojnë 2 fletë votime për kryetar komune në 2 vend votime dhe 2 fletë votime nga 2 vend votime të ndryshme për kuvend komunal. Në Kaçanik për kryetar komune mungojnë 136 fletë votime nga 19 vend votime. Në 2 vend votime janë 62 fletë votime më shumë. Për kuvend komunal mungojnë 254 fletë votime nga 17 vend votime dhe në 3 vend votime janë 26 fletë votime më shumë. Në Fushë Kosovë për kuvend komunal kemi 1 vend votim që i ka 3 fletë votime më shumë. Për Klin, për kryetar komune mungojnë 122 fletë votime nga 8 vend votime dhe në 7 vend votime janë 40 fletë votime më shumë. Në Klin për kryetar komune mungojnë 54 fletë votime nga 7 vend votime dhe janë 4 vend votime të cilat i kanë 118 fletë votime më shumë. Për kuvend komunal në Klin. Për Fushë Kosovë janë 2 vend votime me nga 4 fletë votime më shumë, ndërsa për kryetar komune, ndërsa është 1 fletë votim i cili ka 3 fletë votime më shumë për asamble komunale. Në komunën e Dardanës janë për kryetar komune 2 fletë votime të cilat mungojnë nga 1 vend votim, ndërsa mungojnë 3 fletë votime nga 2 vend votime për asamble komunale. Në Lipjan mungojnë 195 fletë votime prej 14 vend votime, 14 klasave. Në 4 vend votime janë 25 fleta më shumë. Në Lipjan për asamble komunale mungojnë 7 fletë votime prej 4 vend votimeve dhe në 13 vend votime janë 144 fletë votime më shumë. Në komunën e Artanës janë për kryetar komune mungojnë 48 fletë votime nga 3 vend votime dhe në 3 vend votime janë 21 fletë votime më shumë, ndërsa për asamble komunale mungojnë 46 fletë votime nga 2 vend votime dhe në 4 vend votime janë 44 fletë votime më shumë. Edhe këtu është prapë po e njëjti rast si më herët. Në vend votimin 1-4, 1-7, 2-0, 1-2 mungojnë 45 fletë votime, ndërsa në vend votimin tjetër 1-4, 1-5, 2-0, 2-2, që është që i bie të jetë e po e njëjta qendra e votimit, po e njëjta shkollë, janë 40 fletë votime më shumë. Që i bie që fletat cilat i kanë vjedhur në atë klasë i kanë transferuar në klasën tjetër. Në Kastriot, në Veleç, mungojnë 3 fletë votime nga 3 vend votime dhe 1 vend votim janë 6 fleta më shumë. Për asamble komunale mungojnë 3 fletë votime nga 2 vend votime dhe në 3 vend votime tjera janë 31 fletë votime më shumë. Në Rahovec mungojnë 46 fletë votime prej 7 vend votimeve, në 4 vend votime janë 23 fleta më shumë, ndërsa për kuvend komunal mungojnë 90 fletë votime prej 3 vend votimeve dhe në 4 vend votime janë 13 fleta më shumë. Në komunën e Pejës mungojnë 8 fletë votime nga 4 vend votime dhe në 5 vend votime janë 19 fletë votime më shumë, ndërsa për asamble komunale mungojnë 10 fletë votime prej 6 vend votimeve dhe në 6 vend votime tjera janë 86 fletë votime më shumë. Në Besjan mungojnë 15 fletë votime prej 6 vend votimeve, në 3 vend votime janë 13 fletë votime më shumë, ndërsa për asamble komunale në Besjan mungojnë 7 fletë votime prej 4 vend votimeve dhe në 13 vend votime janë 144 fletë votime më shumë. Rasti i Prizrenit është rasti më flagrant i vjedhjes së fletë votimeve. Në komunën e Prizrenit për kryetar komune mungojnë 1987 fletë votime prej 58 vend votimeve të ndryshme, ndërsa në 4 vend votime janë 80 fletë votime më shumë. Për asamble komunale në komunën e Prizrenit mungojnë 2276 fletë votime prej 62 vend votimeve të ndryshme. 6 vend votime janë 117 fletë votime më shumë. Në komunë Skënderaj për kryetar komune mungojnë 615 fletë votime prej 13 vend votimeve dhe në 7 vend votime tjera janë 78 fletë votime më shumë. Ndërsa për asamble komunale në komunë të Skënderaj nuk ka fleta të cilat janë nxjerrë jashtë. Në komunë të Shtimës mungojnë 3 fletë votime prej 9 vend votimi, por këtu kemi në 4 vend votime i kemi 41 fletë votime më shumë.
për asamble komunale mungojnë 5 flet votime prej 2 vend votimeve, dhe në 5 vend votime tjera janë 61 flet votime më shumë. Në Shtërc, për kryetar komune mungojnë 2 flet votime në 1 vend votim. Ndërsa për asamble komunale në 2 vend votime mungojnë 56 flet votime. Janë 56 flet votime më shumë fani. Pra, në 2 klasë gjindën 56 fleta më shumë se sa që janë marrë në mëngjes për asamble komunale. Në Theran mungojnë 87 flet votime prej 4 vend votimeve për kryetar komune. Një vend votim është 1 flet më shumë, ndërsa për kuvende komunale mungojnë 3 flet votime prej 1 vend votimi. Në Ferizaj, për kryetar komune mungojnë 666 flet votime prej 30 vend votimeve. Dhe në 5 vend votime janë gjetë 32 flet votime më shumë. Për asamble komunale janë më pak 680 flet votime prej 34 vend votimeve, dhe në 3 vend votime janë 33 flet votime më shumë. Në Viti janë 3 vend votime, cilat janë 44 flet votime më shumë për kryetar komune. Për kuvende komunale mungojnë 30 flet votime prej 2 vend votimeve, dhe në 4 vend votime janë 73 flet votime më shumë. Në Vështrë mungojnë 3 flet votime prej 3 vend votimeve, dhe në 4 vend votime janë 10 flet votime më shumë. Për asamble komunale mungojnë 36 flet votime prej 7 vend votimeve, dhe në 9 vend votime janë gjetë 268 flet votime më shumë. Në Malishev mungojnë 50 flet votime prej 9 vend votimeve, dhe në 5 vend votime janë 15 flet votime më shumë. Ndërsa për asamble komunale mungojnë 106 flet votime prej 13 vend votimeve, dhe në 3 vend votime janë gjetë 29 flet votime më shumë. Në Mitrovic mungon 1 flet votim prej 1 vend votimi, dhe në 3 vend votime janë gjetë 16 flet votime më shumë. Ndërsa për asamble komunale në Mitrovic mungojnë 6 flet votime prej 6 vend votimeve, dhe në 4 vend votime janë gjetë 16 flet votime më shumë. Në Prishtinë, për kryetar komune janë 113 flet votime nga 7 vend votime të ndryshme, ndërsa në 12 vend votime janë 119 flet votime më shumë. Pra është e çuditshme se si në Prishtinë po përputhen fletat të cilat janë vjedh, janë pothuajse gati njëjtë fletat që janë vjedh dhe fletat që gjenden më shumë në vend votim. Për asamble komunale në Prishtinë momentalisht nuk I kemi dhëna. Këto janë dhënat për secilës komunë, cilat janë dhëna zyrtare, cilat tregojnë që në shumicën e komunave në shumë vend votime mungojnë flet votime, cilat kanë shku aty në mëngjes. Kjo domethënë nuk është e pa rregull për procesin zgjedhor. As fleta sa kanë mëngjes, as fleta duhet të kenë në fund të procesit zgjedhor. Kjo është e cekun qartë edhe me doracak, edhe me rregull zgjedhore prej KQZ-s, dhe kjo është domethënë parregullësia e cila ka ndodhur në shumë vend votime. Na I kemi gjitha vend votime për gjitha komunat të listuara, ndërsa për pjesën tjetër tash do të flas Davani. Besoj që ajo që e pa që paraqiti Valdrini tregon për një fenomen I cili ka qenë I shpërndarë në gjithë Kosovën, normalisht I teksuar në disa komuna shumë më shumë. Dhe po ta shish se çfarë po ndodh me proceset zgjedhore në Kosovë, kemi të bëj prej vitit 2010 ku nesi lëvizje vendosje e kemi denoncuar maksimalisht vjedhjen industriale të votës, dhe si rezultati aty në denoncimeve ka pas disa akta akuza, disa dënime që kanë ndodhur, janë dënuar disa njerëz për një gjë të tillë. Kemi kaluar në 2013 nga vjedhja industriale në blerje industriale. Pra, procesi 2013-s shumë lehtë, shumë thjesht, në mënyrë të drejtë për drejtë mund të thuhet që kemi të bëjmë me një proces zgjedhor I cili mund të cilësohet me blerje industriale të votës. Janë mbi 300 vend votime në Kosovë, të cilët nuk përputhen me flet votimet që janë ndërzuar në mëngjes. Ose kanë më shumë, ose kanë më pak. Dhe kudo që kanë më shumë, ose kudo që kanë më pak, është shprehur blerja e votës dhe ashtu quajturi, tash që po dëgjohet për ditë nëpër media, ky treni bullgar, pra blerja e votës në mënyrë të vazhdueshme përmes vendvotimeve dhe nxjerrjes të fletvotimeve jashtë. Kjo tregon që partitë politike në Kosovë, duke mos pasur mundësi me mobilizu votuesin e vet, e kanë blerë as sa kanë ujt votuesin e vet. Pra e kanë blerë votën sepse nuk kanë ujt me vjedhat. Komisionerët dhe vëzhguestat e vendosjes e kanë zbrapsur vjedhjen. Por blerja e votës, siç po shihet këtu, ka qenë mjaft masive.
Jemi sot këtu për me e denoncu këtë dëkuri cila ka me qenë shumë e rrezikshme për këtë proces zgjedhor dhe gjitha këtu shkelje që janë këtu, përveç që do t'i adresojmë në BZAP, po ashtu sot dhe nesër përfaqësues tonë juridik që janë në televizën e vendosur janë duke përgatitur padi ku do ta dorëzojmë në prokurorinë e shtetit, për shkak se gjitha këtu janë vepra kriminale dhe gjitha ata persona që janë përfshirë në këto vepra duhet më njëherë të dalin në bankën e të akuzuarve dhe të marrin dënimin meritor sa më shpejt që është e mundur. Po ashtu më lejoni të theksoj që lëvizja dhe vendosje pas gjithë kësaj analize që ja ka bëu këtij procesi zgjedhor dhe sidomos kësaj dokurie dhe duke pas parasysh se jemi në raundin e dytë në balotazh dhe sidomos që jemi në Prishtinë ku jo pak si dëm e ka pështu edhe Prishtina, siç e pat janë dikon nëse zgaboj rreth 19 votime që janë prekur, disa më shumë e disa më pak. Dhe i sigurojmë qytetarët e Prishtinës dhe gjithë të tjerë se siç e kemi mbrojtur votën nga vjedhja, në balotazh do ta mbrojmë votën edhe nga vlerja. Dhe vota e qytetarëve jo vetëm Prishtinës, por në theks veçantë Prishtinës, për shkak të mobilizimit tonë dhe mundësisë që të zgjedhim edhe komisionerë vëzhgues më cilësor, po dhe ndihmë nga qendra të tjera, do të jetë votë e sigurt dhe në Prishtinë do ta mbrojmë fitoren edhe nga vjedhjet, edhe nga vlerjet, edhe nga çfarë do manipulimi tjetër, sepse po shihet që ky proces i zgjedhor jon pra edhe një herë përfund ka kaluar përmes një procesi të vlerave industriale të votës. Tash jemi të hapur edhe në vallëri për interesimin tuaj eventual për dënime për këtë. A do kërkoni rivotim për këto vendvotime ku janë bërë manipulime? Edhe ai ndjeni cila parti ka bërë manipulime? Jo, nuk kemi ndjeni ende, dhe nuk mund të flasim për këtë. Sigurisht që pas një analize që do t'ja bëjmë votave brenda këtyre vendvotime mund del diçka më e saktë, sidomos kur për kuvende komunale kjo mund të vlerësohet nëse do të shohim se cili person për kuvendin komunal është votuar më shumë. Sepse sa herë që ka vlerje industriale të votës, ai votohet i njëjti njeri. Nëse është votuar gjithkohë numri 3, ta zëm, ajo tregon edhe subjekti X me numrin 3 tregon se cili subjekt. Dhe sa i përket pozicionit tonë politik, se ne do t'i njehim gjitha rrugë ligjore për këtë proces që është deformuar. Dhe sa i përket qëndrimit tonë politik, në fund javë do ta kemi mbledhur në Këshillin e Përgjithshëm, ku do të rivlerësojmë edhe një herë çka ka ndodhur, do ta diskutojmë bashkërisht dhe do të marrim një qëndrim politik, por qëndrimi politik është rradha e dytë, rradha e parë është se ne kemi denoncuar publikisht. Nesër, mas larti do të jetë në prokurori dosja jonë dhe padia jonë për këtë çështje. Sot do të kërkojmë përfaqësuesi jonë KQZ-n mbledhjet e jashtëzakonshme të KQZ-s për ta shqyrtuar këtë fenomen. Dhe pastaj do dalim edhe me qëndrimet tona, si më thonë, politike në raport me këtë proces, sidomos për komunat ku u folën këto dy tyne që më shumë që është Prizreni dhe Gjilani. Ndaj kujt do të drejtohet padia, në qenë se këtu nuk po adresohet kush i ka vjedhur dhe kush i ka vjedhur? Padia do të drejtohet ndaj personave që kanë udhëhequr procesin zgjedhor, në këtë rast janë komisionerët kryesuesi, dhe pas analizës që do të bëhet dhe do të vlerësohet që ka lidhje direkte, që kjo votë është mbledhur prej subjektit caktuar, pastaj padia 2 do të jetë edhe për subjektin dhe për kandidatin e caktuar. Nuk mundem sot me thonë gjë të tillë sepse duhet me qenë më të saktë, më konkret dhe me bëu. Por nuk do të falen, pra po them edhe atë që e kanë bërë këtë, sepse është ajo që kanë Instituti për Drejtësinë në Kosovë që ka kërkuar, që ka thonë vjedhja votës është kriminal. Edhe sepse ka interesa për te i vjedhësit aty të shkelë. Dikush po bën ka një interes për me vjedh votën dhe sigurisht që qytetarët nuk e kanë vjedh votën për vetë. Ose nuk e kanë vlerë mirë me thonë këtë rast. Është dikush që e ka vlerë këtë votë dhe sigurisht që është një subjekt politik dhe kandidatë brenda tyre. Në momentin e parë që ne do ta kemi më të saktë, më të qartë se cili është subjekti që ka bërë vlerën më të madhe, atëherë do ta adresojmë edhe publikisht edhe në prokurorinë. Te puna ta zonë Suharekës, ta që mundojnë pra përstërë të fletë votime. Por në ndërkohë vetëm në një vend është 1+, ta është rreth 79 për bjen, ka janë mirë ato? Këta që i marrin vjetat në nxjerrjen jashtë, që me qartësu për gjithë trenin bullgar. Atyre i duhet një fletë votim, i cili është fletë votim i rregullt, i volosur, cilin e mbush dhe ja jep personit dhe thotë shko foten kuti brenda, mu ma sjell fletë votimin e thatë, i cili është po ashtu i rregullt. Kështu ky s'pari sigurohet që vota e tij ka shkuar në vend, vota e blerësit, dhe s'dyti sigurohet që e ka edhe një fletë tjetër përmes cilit ja blen tjetër kujt.
ka i kanë vjedh 70 fletë votime, me cilat e kanë nën fletën gjatën ditës në për vendvotime të ndryshme. Sa vota e blena nuk muj me ditë, në muj me amencu. Minimumi që e ble 80. Do thonë, ndërsa ku kanë me fleta tjera, i kanë zonë fundi i procesit pa i fut fletat në klasë. Do thonë, i kanë me fletat jashtë vendvotimeve. Do thonë, këtu ka mundësi për blerjet votës edhe në për vendvotime tjera, edhe në për qandra tjera të votimit. Por, ky dallim shumë i madh mes fletave që janë pranuar dhe fletave që janë në fund të procesit zgjedhor, ky dallim shumë i madh të jep sigurinë për me deklaru këtë. Përndryshe për vendvotime tjera, ku s'ka përputhje, e thotë dardojnë na të vazhdu analizën edhe për subjektet politike, edhe për kandidat për votat që i kanë pas, dhe njëkohësisht për këtë këto gjetjet e reja, do i njoftojmë me kohë. Zoti Liçaj, a forzohet në momentet me to gjetra që ju i prezentuat, ai cilësimi që ishte se ka jashtë vereu do ky ishte procesi me linjë deri më tash. Edhe në mbledhjen që përmendet se do ta bëni, a do ta shikoni opsionin e mosnjojës së rezultateve? Në konferencën e parë për shtyp që kemi thonë këtu publikisht, si shtab dhe si subjekt politik, nëse marrin brand kemi thonë tekstualisht kështu. Kësaj radhe vota e qytetarëve është mbrojtur nga vjedhja. Por nuk janë zbrapsur tendencat, planifikimet dhe mënyrat të tyre kanë qenë të njëjta. Pra nuk është që ka pas një zbrapsje dhe një vedisim të subjekte politike, po ka pas një pamundësi. Qëndrueshmëria e fortë e aktivistëve të vendosjes, media, shoqërisë civile, organizatave shtetërore, pra si prokuroria, policia, deri diku në zyra ndërkombëtare, i ka zbrapsa ata nga vjedhja industriale që kanë bërë herë tjetër. Jo dini që në mbush kuti dhe ka pas filmime, ose kanë dalë filmime të mbush plotvotimet dhe të fut pastaj. Por kjo ka dalë tash një dukuri më e re, e cila nuk është e re në praktik, por në sasi është shumë e madhe kësaj here. Pra është blerja dhe kjo tregon që ky proces ka qenë shumë i pa rregullt dhe ne kemi thonë që ka një dallim me 2010 në kuptimin e blerjes. Në kuptimin e blerjes po ashtu ka dallim, por dallimi është negativ. Pra kësaj here kanë bler shumë më shumë se sa kanë bler hera tjera, për shkak se hera tjera kanë mujt me vjedh. Kur s'kan mujt me vjedh, kësaj here kanë bler. Sa i përket vlerës, ajo është politike dhe ne kemi marrë në qendrim tonë atje. Ajo është nuk mund të marrë as zgjedhje, as integrim, dhe as gjë pa pasur studim ligj. Ky është një mashtrim që kanë bërë. Edhe i procesi i arshëm që do të jetë në 17 nëntor që prapë caktoi Daciçi, pavarësisht se çka do të ndodhë aty nuk ka rëndësi sepse është proces komplet politik, edhe është proces i struktura paralele të servisit që kontrollojnë. Kur aty një komponent rezultati do ta pranojnë, kur jo nuk ka kur gjë. Kështu që me këtë konstatim të sotit që ne po e bëjmë dhe me këtë përfshirje të madhe të komunave dhe vendvotimeve tregohet se procesi në Kosovë është një proces i blerjes industriale. Sa i përket qëndrimit ton të njohjes ose jo të rezultateve, sinqerisht këtë nuk mund ta them sepse është organi më i lartë i lëvizjes i cili do të diskuton një nga një. Dhe deri në ditën që ne do ta marrim këtë takim që është fundjava, sigurisht ne kemi pas mundësi me marr ende informacione të reja nga terreni dhe me marr një vlerësim për një çështje që cilën do të them. Nuk e di, a ka ndryshuar qëndrimi i vendosjes sa i përket koalicionit për rolën e ballotazhit në Prishtinë? A ka koalicion apo jo? Dhe nëse po, ne kam këtë. Lejoni ti them dy gjëra. E para, mënyra se si bëhen koalicionet në lidhje me vendosje është mënyrë që gjithë antarësia e lidhjes me vendosje votojnë për përcaktuar koalicionin, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror. Pra, ashtu siç kemi zgjedhur kandidatët tonë që keni pa përmes demokracisë drejt për drejt, ku antarët kanë votuar, për çfarë do koalicioni eventual në Kosovë duhet me votu antarësia e vendosjes. Mund të them unë po ose jo, mund të thotë kryesia po ose jo, por është antarësia që përcakton. Ne kemi thonë në qendrim, po edhe për këtë besoj që do të flasim. Nëse do të ketë kërkesa zyrtare, atëherë është antarësia, nëse nuk ka kërkesa zyrtare për koalicion për asnjë qendre, atëherë është qëndrimi politik i lëvizjes që merret përmes Këshillit të Përgjithshëm. Le të them atë që është si diskutim ende i pa formsuar, është ky. Na kemi hi në zgjedhjet lokale si vetmi subjekt sipas ne me një alternativë të qartë të ofruar për secilin komun. Pra, se çka do të veprojmë në secilin komun në aspektin programor konceptual. Dhe i kemi ofruar kandidatët tonë më të mirë, edhe për nga përgatitja shkollore, po edhe për nga kaluara atyne, me atë potencial që kemi shprehë secili prej tyre. Dhe besojmë që raundi i dytë, raundi i balotazheve, nuk ka mjet alternativë. Ta zënë në hanin e Elezit, ne kemi mbështetur kandidatën e pavarur Ftisuar dhe nuk kemi kandiduar fare sepse kemi besuar që ka alternativë.
Me pa besu që ka alternativa në komuna tjera, ne nuk do të kandidojshim fare, por do të mbështetshim alternativa. Nuk besojmë që ka me të alternativë tash. E vetëmi alternativë për cilën ne besojmë, edhe vetëmja mundësi për ndryshim, jo për ndëshkim, se kam thonë disa herë, këtu zgjedhje më shumë i ngjajnë ndëshkimit pushtetit komunal, herë AK, herë PDK, herë LDK, por votë e ndryshimit dhe mundësia e ndryshimit pushtetit ka me të Prishtina. Edhe antarësinë tonë, edhe antarësinë e subjekteve tjera, PDK, LDK, AK, kështu. Ne i trajtojmë si qytetarë, ata janë qytetarë, pas ne janë përcaktues politik. Dhe koalicionet në Prishtinë nuk besoj që do të ndonë në një koalicion, megjithatë vendimin do ta marrin prapë thonë të tjerët, por ne besojmë që në Prishtinë janë dy mundësi. Është mundësia me vazhdu me të njëjtën, që është 14 vite, që është LDK-ja dhe që është Isa Mustafa si 6 vite që përqërisë, dhe është mundësia me vazhdu edhe me ndryshu diçka krejtësisht re, që është vetë vendosja dhe shpendamenti. Edhe antarët e LDK-s, edhe antarët e PDK-s, edhe ata të AK-s kanë këto dy mundësi. Nuk bëhet çështje e koalicione, por bëhet çështje e ndryshimit ose vazhdimit me të njëjtën. Edhe janë në fund ta thënë për këtë idenë këtyre koalicioneve që po bëhen balotazh. Janë komplet absurde, komplet kalkulime për interesa personale. Vetëm merrni shembullin e Vitis. Dega PDK-s bën koalicion me AK-n dhe mbështet kandidatin e AK-s. Nuk shkon balotazh kandidati i AK-s, Dega AK-s shkon dhe mbështet kandidatin që ka rezervë zyrtarisht PDK-ja në Viti. Ky është komplet kalkulim politik dhe kalkulim jo politik në kuptimin e interesit qytetarëve të Vitis, po interesit se kush po bëhet drejtar ose sa drejtar. Në formë tillë ne nuk mundem, se kjo nuk na shkon neve. Neve na shkon një frym politike, e cila frym për ndryshim.